tjetër. Si arrin ti këtë komunikim me shpirtin tënë? Se the me shpirtin, është e mundur kjo? Ashtë e mundur. Unë kam qenë fëmijëri, që në moshën 5 vjeçare, kam komunikuar domethënë me shpirtin tim, kam komunikuar ndoshta edhe me shenjtrit, që tjerët ndoshta thonë wow. Kam komunikuar edhe me Zotin direkt. Për shumë persona Me Zotin? Direkt. Si është i mundur ky komunikim? Si komunikohet me Zotin? Domethënë në momentet që unë kam qenë ndoshta dëshpëruar si fëmijë i vogël, familja ime ka qenë i fije ndoshta nga që kanë kërku për vajzë të dytë, kanë kërku djalë, kanë qenë i fije të shmangur nga ana jame. Unë kam qenë kopsh që në 7 dhe në 7 darks. Dhe kisha atë mungesën e dashurisë babs, dashurisë nans. Dhe këtë mungesë unë e kam arrit, domethënë gjithmonë natën, unë komunikosha me qenjet hynore, që u paraqisin në dhomën teme. Për shumë për veta mund t'ishte diçka kështu wow, magjike, ose si më thonë diçka pa besueshme, kurse për mu ishte diçka normale. Unë i thosha atit tonë, i thoni Allah, është e njëjta gjë, Zotit, i thosha është baba jem hynor, që m'jep të mesazhe për sa i përket të ardhmes, m'jep të shpresë, thotë bandurim për shembull, për shumë tema, dhe pse isha krejt e vogël. Dhe kjo gjë më ka lidh shumë të komunikoj me shpirtin tim të brendshëm, me atë, i themon, me atë instancën që ne i thojmë është thellë, ka njerëz thojmë atë ku e nin mendimet e barkut, ku nin barkun, çat thot barku, aja është pjesa jote e brendshme, intuita e brendshme. Dhe gjithmonë marrsha mesazhe shumë eksakte. Çfarë do të vinë të ardhmen, si ka më ardh, deri edhe pjesën atëherë kur ka qenë komunizmi në Shqipëri, më thoshin bandurim, se deri në këtë vit pastaj do të vinë diçka tjetër. Unë me në moshën 9 vjeçare kam marrë që do të shkoj të jetoj në Austri. Prindrit në qeshin, u tallshin, se i thosha unë mos u bani mrak, se unë kam me kanë në Austri, thosha, kam u rikthyer një herë tek paraardhësit e mi, sepse origjina ime nga ana babs është austriake italiane. Edhe ato u tallshin, thoshin papa, Marina, din si thojmë na? Mire, dhe derisa na dëgjojnë tani njerëzit, kur ti po thuan flas me Zotin, mund ju duket dhe ju duket si marri. Po ti po e përshkruan këtë mënyrë. Vazhdon të komunikosh kështu sipas kësaj rrethane edhe tani? Vazhdoj. Si arrin këtë komunikim? Çfarë gjendje, çfarë situate, përmes meditimit? Atëherë, nëpërmjet meditimit duhet të jesh sa më e qetë, e pa influencuar për shembull nga gjanat e tjera, nga muzika, nga persona, duhet të jesh një vend ku ti vetëm ti dhe shpirti jot i bukur lidhet. Dhe në atë moment kur nuk është trans, së shumë kujton se është trans ose hipnoz. Hipnoz. Absolutisht, sepse unë jam vetë pedagoge psikologe. Edhe aty kam kuptu pastaj ndryshimin e hipnozës dhe trans, dhe kur ti lidhesh thjesht në mënyrë komplet të vetëdijshme me qiellin, i themon, me kosmosin, me tokën mam, me shenjtrit, me Zotin. Dhe çdo gjë është e arritshme. Edhe pse tjerë thonë, wow, si është e arritshme? Është e arritshme në momentin që ne jena të pastër, në momentin që ne largojmë egon, që e kena mendjen me ndihmu të tjerët. Sepse dhe mu nuk m'ja shfaq kot. Dhe me thënë ka pas një detyrë që mu më thotë të qielli ke detyrë që të ndihmosh njerëzit, që të ikun nga depresionet, të ikun nga emocionet, të ikun nga ato smundjet që janë kriju në tokën mam, sepse janë kriju nëpërmjet ushqimeve, për shembull pse agjerojmë? A ka dhënë kot Zoti këtë gjë agjerimin? Agjerimi është gjëja më e bukur se ne pastrojmë trupin tonë, që t'jena më të pastër dhe në lidhje me shpirtin tonë. Nuk është thjesht vetëm trupi. Çdo gjë është e lidhur zemër, shpirt, mendje dhe trup, ana fizike.